Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Mbrëma. Randoj që dhe tani, dëgjove ca gjëra që thash për ty? Ku gabova? Gabova në ndonjë vend apo jo? Për shembull, nuk ka ndryshimin që jeni të veçantë, ajo ka një çun ti ke dy goca. Po, këtë haro, shumë gabim. Po, më pëlqeu shumë tek përshkrimi që na bëre, që të dyja një vajza kokulo, le të themi, që punojmë për të arritur atë që duam. Në vijim të bisedës të... E di pse them këtë Zëmra, shumica e njerëzve me cilët unë punoj, bien një për mbesa, fëmijë, njërin tjetrën dhe ajo që më qëllon shpesh është që vinë dhe gjë e parë që kërkojnë është që unë dua për çfarë dua të bëj sa. Po sa lekë, më dhe më shumë për të matur, unë dua të bëj 8 milion lekë. Po një sekond, a do punosh që të fitosh këto 10 milion lekë, apo është mendon që këto merren me një herë? Nuk daj që unë besoj është, nuk kuptohet që ti jesh në biznesin tënd. Kjo nuk do të thotë që është kurafsha mos u vrafsha. Dhe aq më tepër në këto nivelet që ne flasim. Mund të flasësh pak për veten tënde, lutem, dhe pastaj futemi direkt tek pyetjet që unë besoj kanë interes dhe që kemi të shkruar, sepse janë shumë nga ndikësit që më kanë çuar, edhe janë shumë prej tyre që më kanë shkruar dhe habitem që gjithë gjejnë të shkruajnë vetëm nga WhatsApp-i. Nuk e di nëse ndodhet ty kjo, po gjithsesi, e themi pastaj. Atëherë, unë jam Ermelinda me një eksperiencë 15 vjeçare në sektorin bankar, e cila më ka arritur shumë profesionalisht dhe të gjithë eksperiencën që kam marrë në shitje dhe gjithashtu dhe në menaxhim jam duke shfrytëzuar në biznesin tim. Gjithashtu kam mbaruar për Fakultetin Ekonomik për Financë, duke pasur dhe kulturën financiare dhe kjo më ka ndihmuar që ta zbatoj tek biznesi im. Më pëlqeu shumë ajo që shpreu Xensila pak më lart, që duhet të ndajmë patjetër të ardhurët që kemi nga paga dhe ato çfarë kemi nga biznesi. Gjëja e parë që unë kam bërë në biznesin tim, kam hapur një llogari bankare si person fizik. Dhe çdo pagesë që unë bëj për biznesin, sado e vogël që të jetë, e bëj me kartën e biznesit. Nuk i ngatroj pagën të ardhurat familjare me të ardhurat që vinë nga biznesi. Dhe kjo na ndihmon neve që të kemi një pasqyrë të qartë se si po na ecën në biznesin. Po unë besoj, nuk është vetëm pasqyra, Ermelinda, po unë kam parasysh zotria, burri juaj, vajzat tuaja. Nëse ne do t'i vëmë në një vend ato bashkë, unë mendoj që ai në vend që të jetë këto të ardhurat jenë burim bekimi për ne, që ne të kemi një jetë më të mirë, të kemi një kokë më të qetë, të dimë që t'u japim në shkollë më të mirë fëmijëve, unë kam parë që ato bëjnë burim sherrri. Dhe sherrri është amatar sepse zakonisht si gjithë njerëzit, dikush është spender, dikush është savior. Edhe ajo që bëhet është një përplasje dhe unë kam parë që shumica e njerëzve nuk është se dështojnë vetëm që bëjnë një biznes, por dështojnë edhe në gjën më kryesore në familje, në atë që përcjellin tek fëmijët. Dhe është një sherrë shamatar që unë shikoj dhe mua më duket që ndaj këto janë shumë të rëndësishme, sidomos për ata persona që nuk i dinë ca gjëra të tilla. Po, e vërtet dhe unë prandaj fijova domethënë në vim të bisedës së Xensilas. Çfarë më ka ndihmuar mua për të qenë e suksesshme? Unë mendoj që pasioni është ajo që ty të ndihmon për të ecur. Unë biznesin tim e kam filluar me 1.000 lekë. Me 1.000 lekë të reja. Kam bler orat e para në eBay para 13 vitesh, i shita te kolegët e mia kur kam qenë në bank, bleva ca kapse i shita, bleva ca kordele i shita, bleva ca fustane i shita, bleva ca kuklla u shita dhe ja ku jemi sot, që unë kam marrë dhe ekskluzivitetin për dërgimin e disa kuklave në Shqipëri. Pra, e para që unë jap këshill të gjithë të rinjve, domethënë që takoj dhe më pyesin, është pasioni. Pra, dhe nga zero niset gjithçka. Nuk është e nevojshme me patjetër që duhet të kesh një test me para për të nisur një biznes. Në momentin që ke pasionin, në momentin që ti punon, në momentin që ti je kokulur, ajo që na përmendë pak më përpara, kur këto ndërthuren bashkë, të bëjnë që ti të ecësh përpara dhe të përballosh me sukses çfarëdo lloj sfide që të del përpara. Patjetër që sfida ka, nuk themi që jeta është e lehtë, tregu është i lirë apo është fush me lule. Normale që jo, sfida ka, por në momentin kur këto të dyja ndërthuren, ty të bëjnë që të ecësh përpara. Ti kalosh me pak dhimbje, mos i ndjesh shumë me pak fjalë. Çfarë janë sfidat më të mëdha që ti kujton nga vetja jote? Sfidat më të mëdha janë në periudhën e pandemisë, që vendemarrja për të dalë për të lënë punën e banka dhe për të hedhur 100% e biznesit jot. Pyetja që kam unë është cilat janë gafat më të mëdha që bëhen në këtë moment dhe si evitove ti të qenit gafë dhe të kthyrit në një, do të thosha, një avantazh. Se ti bëre diçka që nuk e bëre dikush dhe e bëre në kohën e dur,
në produktin e duhur, në tregin e E di duhur. sepse të gjithë më kanë paragjykuar, domethënë se si një person në sektorin bankar, në një Dhe pozicion jo shumë vetëm të person, mirë. po flasim që ishe drejtore degje Këtë në vllog, të do të flasim për një person po. i cili nuk që plotësuar në këto anë. Po pra, në një pozicion shumë të mirë dhe të heqësh dorë dhe të merresh për çito kukulla, vetëm ti e, domethënë vetëm një çmendur e bën këtë, por unë do isha pasionin, nuk bën fare pishmën për rrugtimin që kam marrë, nismën që kam marrë. Kam kuptuar në këto 2 vite që unë jam shkëputur nga sektori bankar, unë tashmë nuk jam vetëm në produkte sezonale, por po gjej produkte për çdo muaj. Pra kam arritur që të zgjeroj gamën e produkteve të mia dhe të gjeneroj më tepër të ardhura. Dhe nuk kam bërë fare pishmën domethënë në këtë rrugtim. Cila është një gafë që mund të bëhet kur dikush lë një punë shumë të mirë dhe ndjek pasionin? Pse se bëre Ajo që më përpara? Pse se bëre 2 vite më përpara? Çfarë ishte e papjekur akoma? Jo, nuk ka qenë, mua më pëlqen shumë, domethënë të punoja në bankë, të punoja me njerëz. E kam pasur shumë pasion në kontakte me klientët. Nga që jam rritur në sektorin bankar, kanë qenë 13 vite Elida dhe nuk është e lehtë që ti të heqësh dorë nga një punë e tillë. Tani si punë luksi, se mëson 3 vite të para, sa është vetëm Unë bëj vetë, më mjafton që klienti sa të më vinte shikoja dhe dia shumë mirë që t'i jepja zgjidhje. Sepse të bën vetë pozicioni punës që ti ta bësh punën me sy mbyllur. Unë nëse nuk do kisha mbështetjen e bashkëshortit dhe sot isha në bankë. Por ka qenë ai që më ka shtyrë, që linda ndiq sepse unë e kam bërë paralel dhe bankën edhe biznesin tim. Ka qenë ai që ka qenë shtysa ime kryesore, që më thënë hiq dorë dhe ndiq në pasionin tonë. Edhe sikur mos të eci, ne kemi një bank, me këtë që kemi do rregullojmë. Banka aty është, ty ti ke të hapur dhe nëse bësh pishmon apo çfarë do lloj gjëje që të ndodhë dhe nëse dështon. Pra, ajo që unë kuptoj, nëse do doja ta përmbledhja më shumë për ata që na ndjekin, dhe ata që do na shikojnë më mbrapa nga podcasti Miqësisht Elida. Ajo që ne duhet mbajmë në mendje është e para fare një herë, nëse do hidhemi të bëjmë një gjë të tillë, nuk duhet të jetë burim sherrri. Duhet të jetë burim i një bekimi për gjithë. Si do thotë, do vuajmë sa kohë të gjithë, normal. Do përpiqemi të gjithë, dikush do merret më shumë me fëmijët, do merresh me këtë, do të përpiqemi të gjithë. Ki parasysh që ti ke ca foto shumë të bukura kur uni të katër duke bërë ato dorzat e çfarë quhen ato? Zilik verore gjitha. Zilik verore, çfarë quhen ato të ditës verës. Dhe ajo që jam duke thënë është që, okay, hajde ta bëjmë dhe kjo të jetë ne vendosim ta bëjmë dhe ne vendosim që ne nuk do dështojmë, por nëse kjo ka një pjesë dështimi, prapë do ta kalojmë bashkë, por nuk do ta lëmë të bëhet sherr. Një gafë tjetër që mendoj që njerëzit është që vendosen në kokën e tyre, edhe personi tjetër ndihet i lënë jashtë. Dhe ky personi tjetër mund të jetë një motër, një vëlla, bashkëshortja, por kjo është gjë, nëse niset diçka dhe niset me një farë plani, duhet të jetë pjesa financiare shumë mirë ndarë aty me detyrat, secili sipas detyrës të ketë dhe pagesën. Jo të jetë vetëm se je familjar, ti duhet patjetër të futesh duart atje brenda dhe të kesh mundësi të hapësh shqiptarin sa herë ke nevojë për lek. Këto janë gjërat që unë kam vënë re që kanë bërë shumë veta të dështojnë. Të dështojnë në mënyrë të llaftarshme, sepse nuk flasim për persona që kanë hedhur 10.000 lekë të vjetra, por është dashur të bëjnë një investim shumë të madh. Një pikë tjetër që mendoj nga ato që ti po thua është që është shumë e rëndësishme gjithashtu që në fund të ditës ne të dimë që kemi dhe një gjë që na pret atje, pra pjesa që unë shikoj që është shumë e gabuar është njerëzit ikin nga një vend pune, duan të ndërtojnë diçka atyre dhe hedhin gur mbrapa. Hedhin gur mbrapa tek personat që mund të kenë mësuar zanatin, që kanë bërë në fund të ditës cilët janë. Dhe ajo që unë kuptoj është që ky person që nuk di dhe të mbaj sa marrëdhënie me personat që ka punuar, të cilët në fund të ditës i kanë dhënë bukën e gojës, vërtet i ke vajtë të punuar, po të kanë dhënë një luks, sepse nuk e kisha. Dhe ajo që unë profesionalisht kjo djegja e të gjitha këtyre lidhjeve. Dhe ajo që ndodh kur ti del në biznes, secili do marrë do pyes, nga vjen kjo vajza? Me kë ka punuar? Dhe është shumë e kollajt të duket një bukshkal. Një bukshkal që ka qenë një herë kështu dhe me klientët e tjerë. Kështu që unë besoj që këto janë gafa të cilat më mbrapa përkthehen në dështim edhe financiar në biznes. Pyetja që kisha unë është çfarë bëhet sidomos nëse duam të ndihmojmë një freelancer, dikë që është me një gjë të vogël që ka ndërtuar, si mund ta ndihmojmë me pagesat dhe me pagesat e vonuara. Çfarë janë disa gjëra që ti mendon që duhen pasur parasysh për të pasur likuiditetin, për të pasur lek të gatshëm, për të bërë absolutisht jo vetëm pagesat e detyrueshme,
por për të pasur një lek mënjan që na duhet. Atëherë, unë çdo fillim viti bëj një strategji në lidhje me biznesin dhe shikoj domethënë gjendjen e inventarit që kam dhe vendos një strategji që unë të arrijë në këtë vlerë të caktuar vjetore, do më duhet me patjetër të shes X produkte. Dhe nëse unë produkti kam ndërmend ta shes me 2 lek, unë e nxjerr me 1.5 lek në mënyrë që të shes 90% të inventarit. Dhe në momentin që unë shes 90% të inventarit, atëherë dhe fluksi im hyrës i parave rritet. Pra mua më rriten arkëtimet e mia. Klientët besnik, sepse varet dhe nga produkti dhe nga shërbimi. Për freelancerit që ofrojnë shërbime, unë ju sugjeroj që për klientët besnik të bëjnë gjithmonë në paketa, të bëjnë gjithmonë oferta. Unë klientët e mi besnik i gjurmoj këma këmbës në çdo fushat e lit. Unë mbyll fushata e 14 marsit që kisha tani, ju çova një mesazh falenderues dhe ju shpreva që në blerjen e radhës që do bëni për 1 qershorit, sepse këta e kanë një fëmijë, do e keni post në falës. Pra, unë atë klient, ai ndihet dhe i kënaqur, por le të themi edhe i detyruar në thojsa që për 1 qershorin e kanë në mend do vitë tek mua, mos do vitë tek konkurrenca sepse postën do e ketë falas. Këtë gjë ta bëjnë edhe ata sapo i ke kujtuar që të i ka kujtuar, patjetër. Edhe ta dinë që tek ty e kanë sigurt. Dhe kanë të sigurt, plus edhe është një festë që vjen tani në 1 maj dhe është shumë afër. Këtë gjë do të thonë e bëjnë në çdo mbyllje fushate dhe fillim fushate në mënyrë që dhe klientët besnik gjithmonë përveç postës falas në rastin konkret i dërgoj dhe një dhuratë simbolike për të ndjerë mirë, domethënë. Një produkt në emër të fëmijës, një dhuratë për nënën, diçka që mund të më ndodhet në zyrë për momentin. Për freelancerit unë kam punuar si social media marketing në Fiverr, ajo që do ju këshilloja për shërbimet që ofrojnë, në momentin që ne po themi ofrojmë menaxhimin rrjeteve sociale për 1 muaj, nëse ti bën edhe 50 dhurata ai ndihet shumë i kënaqur. Pra, klientët besnik ti ofrosh me aq mundësi. Sa ke diçka plus, sepse atë e bën të ndihet shumë mirë, i bën të ndihet i lumtur. Dhe të kthehet ty mbrapsht. Pra ti e ke një klient besnik. Klienti besnik ty të rrit shitja për ty është një arkëtim në arkën tënde dhe të rriten të ardhurat. A ka një raport midis atyre lekëve që presin dhe lekëve që duhet paguajnë? Kjo ishte dihet teoria që thajnë çik Xhonsila. Xhonsila by the way ka bërë masterin për këtë gjë dhe është dhe pedagoge, kështu që unë e kuptoj. Në rastin tënd, kur ti mendon që ke pagesa për të bërë dhe pagesa të ardhura që i prej të arkëtohen, a ka ndonjë gjë që për të mbajtur kokën mbi ujë, çfarë duhet të mendojnë? Kam ide zotin që është atje Koço Broka do doja një ide nga këta, se këta janë nga këta pedagogët e vjetër, profesorët e vjetër që ju besojnë shumë këtyre gjërave, por unë besoj janë ca çelësa që ndofta mund të vlejnë. Unë biznesin tim mbaj të paktën për 6 muaj të kem të paguar qiranë e biznesit, pagesat utilitare, drita, ujë, telefon dhe pagesën minimale të sigurimeve shoqërore që kemi ne si person fizik. Pra për një 6 mujor, unë le të themi koka mos më dhëmbe. Dhe sikur 0 shqitje ti kem, detyrime ndaj shtetit që janë kryesore, ti kem të paguara dhe të gjitha detyrimet e vogla që një biznes i ka detyrim që ti paguaj çdo muaj. Pra që janë fikse le të themi. Janë pagesa që ti nuk i eviton dot. Unë i bëj për 6 muaj. Kjo na çon tek pyetja tjetër që doja të bëja që domethënë, a ka mënyra për të menaxhuar pasigurinë? Unë çdo fillim viti, për 6 muaj në 6 mujor. Për 6 mujorin mbledh një vlerë të caktuar dhe them kjo vlerë do jetë në depozit dhe është në rastin tim sikur unë për 6 muaj të kem 0 shitje. Pavarësisht se unë 0 shitje ti kam, do jenë pagesë të dritave merr automatikisht nga llogaria e bankës, është pagesë e sigurimeve merret automatikisht nga banka, pra unë jam e qetë le të themi në lidhje me detyrimet të kundrejt të shtetit apo detyrimeve të tjera. Unë nuk kam të punësuar. Unë punoj me bashkëpunëtor dhe i paguaj në varësi të punës që ne bëjmë. Por për personat që kanë normalisht persona me paga fikse, mirë do ishte që dhe pagat e tyre për 6 muaj të ishin të akumuluara në një llogari depozite, në një llogari saving që mos i dhëmë koka për 6 muaj. Minimumi le të themi. Pyetja që kam tjetër është ka të bëjë me investimet. Edhe flasim për këto nivele. Dhe në këto nivele, investimet shpeshherë unë mendoj që bëhen në për thjesht për të marrë një makineri që mund të bëjë gjërat më shpejt, si bën. Okej. Dhe investimi tjetër që unë do të thoshja, sa i rëndësishëm mendon ti që është investimi i cili shpeshherë për mendimin tim lihet më njan, sepse ajo që ndodh është që ka
shpesh logjikën që unë di ta bëj këtë gjën. Dhe investimi në veten tonë, ose investimi tek aseti kryesor që ka çdo biznes i vogël, çdo freelancer, çdo biznes i vogël, vetë mësuar në fakt është vetvetja, është vetëm ai që aseti kryesor, ai prodhon. Dhe unë ajo që bëre shpeshherë është që nëse kemi një makinë, ne vemi i bëjmë gaz, ujë, filtra, çfarë të gjëra, ndërsa me veten tonë unë mendoj që shumicën e herëve ne mendojmë që ne duhet ta dimë edhe financën. Nga do ta di një person, nëse nuk do vej, absolutisht merret me veten e vet. Dhe prap në këtë kuadër, si mendon qëllimshëm të vetë mësuarin, ose të qenit të mësueshëm, apo të kemi gjithkohon mendjen të hapur për të mësuar gjëra të reja. Dhe kur ta them këtë përgjigjen e kam se ti ke ardhur ke marr program dhe je vazhdimisht që je në kërkim dhe mëson dhe bën, po sa e vlefshme është kjo për këto lloj njerëzish, këtë kategori njerëzish të cilët ja dalin, por në fund të ditës thonë uli, da kam unë lek tani të paguaj për këtë dhe për atë. Atë e kemi ne si shqiptar në mas, është në përgjithësi, edhe mua më thonë sa paguan ti për trajnime, sa shumë shpenzon ti po për këtë pse paguan. Është ajo që unë e përmenda edhe pak më përpara, një ndër nga sukseset e mia që mua më ka ndjekur në këtë rrugtim, ka qenë përvoja 15 vjeçare në sektorin bankar, e cila më ka arritur profesionalisht, se si unë në trajnimet e shumta që ne kemi marrë në sektorin bankar në mënyrë se ne të shërbejmë klientëve tanë, gjithashtu dhe trajnimet e tjera që unë kam bërë për pjesën e financës, për pjesën e veçzhvillimit personal, pra trajnimet që kam bërë unë për veten që kam ndjekur nga ana ime, trajnimet e për anën e financës, do të thonë në trajnime le të themi bazike. Do të thonë tre gjëra të vogla. Ato që mua më duhen, duke i ndërthurur këto të treja bashkë, mua më bën domethënë që të eci ta kemë të lehtë rrugtimin tim. Dhe me patjetër që të gjithë të rinj duhet të ndjekin trajnime të ndryshme veçzhvillimi. Sidomos në pjesën e marketingut, sepse shoh shumë të rinj që jo po unë e di këtë, rrjetet sociale çdo gjë ndryshon shumë shpejt. Pra nga sot nesër çdo gjë evolon shumë shpejt. Se kur bë muhabet aty mbeti duke marrë kurse, duke bërë kurse për këtë, duke bërë kurse për atë. Unë çfarë do lloj trajnimi që kam vajtur, pavarësisht se edhe tema mund të ketë qenë për social media marketing, mund ta kem bërë 20 herë si temë, por në çfarë do lloj trajnimi që unë kam vajtur, unë e kam mësuar një gjë të re nga ai trajnim. Dhe mua mjafton ajo një gjë që unë mësoj që ta zbatoj në biznesin tim. Ashtu sikurse edhe për trajnimet për zhvillimin personal, në momente kur ti bën trajnime të ndryshme, ndan eksperjenca me të tjerët, mëson nga eksperjenca e të tjerëve dhe kjo ty të bëhet të përmbush. Besoj që kjo është, unë nuk di ta them kaq bukur sa e the ti, e shumë bukur, Melinda, sepse unë nuk mendoj, mendoj që e the shumë bukur në kuptimin që asnjë gjë nuk është më statike. Si presim, ai që në një gjë jo statike ne kemi rezultate statike. Pra, nëse ne nuk futemi edhe në mënyrë të vazhdueshme, të rinovojmë dhe të rim këtë asetin kryesor tonin, ne nuk ka arsye pse të presim nga të njëjtat rrugë të presim rezultate të ndryshme. Dhe unë besoj që sidomos për disa aftësi të veçanta që kanë të bëjnë me financat, unë besoj që gjithë njerëzit do të thonë që unë duhet të mësoj. Mund të gjej rastin të them për shembull që në 11-12-13 Vasil Naçi bën një trajnim në të cilin është një pjesë ku futen në thellësi, po dhe në sipërfaqe, pra dhe në makro dhe në mikro futen si mund të rregullohen disa gjëra dhe unë besoj që kushdo që mund të vej, është një gjë që jepet, është në tregun tonë, jepet shqip, është tu afër. Domethënë unë besoj që nëse ne fillojmë të themi vetes tonë që unë jam një person i mësueshëm sepse asnjë nuk është. Pra, pasiguria është e sigurt. Ajo që ne bëjmë me pasigurinë është e ndryshme. Kush merret dhe fillon të dalë para, duke qenë proaktive dhe duke mësuar, unë besoj që në një farë mënyrë këtë pasigurinë e ka si lojë, apo jo? E ka më të lehtë, po, është e drejtë. Është e drejtë, ajo, po, e mbështes të mendimin e Elit, që ne duhet ta zhvillojmë sa më shumë veten tonë, le të dim nga të gjitha gjërat nga pak, edhe pse kemi dy njëri le të themi financiare, nuk na bën keq, nuk na bën dëm. Dhe nëse dim dy njëri në pjesën e nëse dim dy njëri në pjesën e marketingut, patjetër është një gjë shumë e mirë. Nëse kemi njëri në shërbimin e klientelës, është një gjë shumë e mirë, sepse këto të gjitha bashkë kur i ndërton të bëjmë më të formuar si njeri. Ky është mendimi im personal dhe unë e ndjek këtë rrugtim dhe unë do jem edhe në trajnimin e Vasilit. Pavarësisht se kam qenë edhe vjet, do jem edhe këtë vit. Madje edhe sot isha e ftuar në një event që ai kishte, por thashë që nuk do veteso se kishte një event sot tek Plaza,
që ishte i ftuar nga një, jo thash unë do vete sepse sot jam në live. Dhe mua më tha Gerti, po isha këtu. Po, edhe unë nuk jam, gjithsesi. Edhe unë nuk vajte, thash shumë. Edhe ajo që jemi duke thënë, po është ai, po është ai Glendi, po janë të tjerë të cilët japin gjëra të cilat unë besoj janë word the money dhe jo vetëm kaq, po është një ke nevojë për një boost të tillë të kuptosh që këta njerëz që janë vetë ndërtuar, ta janë modele, dhe nuk kanë nevojë të marrin modelet pas oqeanit. Është shumë mirë të kemi dhe ata, po duhet të kuptojmë që kemi një salë shqiptare që është shumë e mirë në çdo gjë që ne bëjmë. Dhe një fjalë të fundit, një pyetje të fundit dhe pastaj do të lë. Gjithë kjo seri e live-eve që kemi bërë, në fakt ka dalë si nevojë nga klubi i MCC, në të cilin unë pash që shumë njerëz të suksesshëm ishin suksesshëm edhe në prindërim. Dhe në rastin tënd ti ke dy goca binjake të bukura, të cilat prej tyre ti ke dhe emrin e biznesit. Në pjesën e edukimit financiar të tyre, çfarë do të këshilloje ata që janë rreth e rrotull? Për fëmijën, unë vajzat i fusën çdo fushat, madje në fushatën e fundit që bëm, ajo çdo punë që bënte, unë ja jepja shënim dhe i shënonte në fletore, madje më erdhi për të qeshur sot kur hapa fletoren, sepse po bënim disa ushtrime shtesë matematike, sepse janë një javë pushim, e tha mami tash kjo fletoria ta që mbaja emrat shënim që më jepje ti për pagesën që do më bëje. Unë i angazhoj Lida në biznesin tim për të kuptuar kulturën financiare, për të kuptuar që të fitosh lek nuk është e lehtë, sepse më përpara kam pasur shumë të vështirë, vije në supermarket, dua këtë, nuk është çështja për të prishur sepse ne në fund të fundit gjithë prindërit ne për fëmijët tan punojmë, por është kultura që fëmijët duhet të marrin. Ajo që unë kam bërë Elit, një muaj kam dhënë në buxhetin e shtëpisë. E kam dhënë në portofol, kam thënë ky është buxheti jot mujor. Ne do të shikojmë sa ti do ja dalësh. Ja shpjegova që kjo është një jeshile, se kështu i kuptojnë ato jeshile 1.000 lekë. Kur të vesh në dyqan, do blesh gjërat minimale. Gjërat e tjera të shtëpisë, kryesore, ti ble mami. Ti do blesh vetëm gjërat e ditës, qumshi, ujë, kosi, gjërat e vogla. Dhe do shikojmë, kam thënë sa ti do ja dalësh. Më beso Lida, nuk ka blej një çokoladë Kinder. Më beso. Dhe në fund të muajit, ta mami, unë arrita të kursej kaq lek nga buxheti që ti më kishe lënë. Dhe kjo më ka ndihmuar shumë që ne të eliminojmë shpenzimet e tepërta, sepse tekat e fëmijëve nuk mbarojnë. Ne jemi të ndërtueshëm. Plus edhe ne prindërit kemi pak atë mentalitetin hëse nuk e kemi pasur ne, hëse nuk mos të jenë si ne, ta ndihmoj për këtë. Ne i shtrojmë tapetin e tyre që ta bëjmë nga më të madh. Po, dhe ne shtrojmë dhe realisht do të bëjmë pak të fortë. Do të bëjmë pak të fortë sepse është shumë e vërtetë. Cilën nga vajzat ke të prirur për biznes që mendon që po i merr gjëra? E kam njëra është domethënë e frikshme, domethënë vetëm shkollë shet gjëra. Thot fëmijë kur të blini gjërat e faqja ime, mos shkoni në faqe tjetër. Shet, madje ajo më ka shitur që kur ka qenë 5 vjeçë në Kopësht, i kishte kërkuar një fëmijë një bërzylyk, i ka thënë mami shet me lek? Nuk shet pa lek. I kishte marr lekët. 5 vjeç më ka ardhur me lek në shtëpi, e kujtoj se sot atë sken me një 5.000 lekëshe, mami tha të lutem bërzylyk për fëmijët tash, më mamë është turpit, sepse ne fëmijëve ju durojmë, jo ti punon ta lotesh ta, ç'është ky më beta turpta. Dhe e di që do më ndjek. E ka pjesa e shitjes se Lidu u them që buron për brenda. Është domethënë një çisi ta them. Nuk mendon që mësoj. Unë mendoj, mund ta kem gabim, por unë mendoj që vjen për brenda. Sepse është një ndjesi, nuk e shpjegoj dot. Shiko, unë kam idenë dhe unë të falenderoj jashtëzakonisht për të që ndave, sepse ajo që unë besoj që ne kemi si prindër, dhe prindrit do t'i quaja të suksesshëm secili për kutin e vetë, nuk ka pëse thot dikush që për kutin tim, për ato gjëra që unë kërkoj, unë e konsideroj veten të suksesshme. E njëjta gjë dhe për ty. Pra ne po flasim për njerëz që shtrohen dhe punojnë në këtë lloj. Dhe jam duke thënë, unë besoj që dhe në gjërat që ne po diskutojmë gjatë e gjërë për prindërimin. Nuk e di, ju këshilloj ata që se kanë parë të shikojnë filmin Adoleshenca në Netflix, që unë kam idenë që ne du të hapim sytë dhe veshët dhe themi në 2 drejtime. Drejtimi i parë është si prindër. Shkolla nuk ju mëson gjë për këto gjëra. E formës prerë. Pra fëmijët tanë dalin në tregun e punës të papërgatitur. E dyta, janë këta fëmijë që dalin në tregun e punës dhe vinë punojësit tanë të papërgatitur. Dhe unë besoj që ne kemi nevojë të jemi në vetëmësim të vazhdueshëm, me qëllim që fëmijëve tanë ty paraprim dhe t'i përgatisim me ato aftësi jetësore, cilat fatkeqësisht nuk merren nga vend tjetër. Nga ana tjetër, unë kam kuptuar që në familje kjo gjë është kaluar totalisht shkollës, totalisht after schoolit,
dhe janë lënë fëmijët të marrin të kapin shtëkapin. Edhe ne shohim sa sot që janë rritur, kanë hyrë në tregun e punës, millennials, të cilët nuk kanë kurajon të dalin dhe të bëjnë diçka të tyre. Dhe shumica e tyre janë të tërhequra shumë, janë në një toksitet të vazhdueshëm, në një vend pune që durojnë dhe nuk marrin kurajon të thotë për sa lek vete unë në një vit, përse vete te kjo kompani, për kaq lek, po turp të kem me kaq sa ditë mos i nxjerr to për 3 muaj. Fara të dalësh të shtetësh i nxjerr. Absolut. Unë e them gjithmonë, fara të dalësh të shtetësh i nxjerr ato lek. Nëse ke po dëgjoj, po. Nëse ke guximin domethënë për të ecur përpara. Dhe ne jemi konkretisht për këtë gjë. Siç po thua dhe për shitjen që është e dhënë, unë them që edhe kur vim puna për të që flasim ne, këto janë për ata persona që duan të ecin, që duan të zhvillohen, që janë në vetë zhvillim, që duan, unë them, jo të fitojnë, po duan të krijojnë një vlerë, e cila automatikisht në tregun e punës të shpërblet me të ardhurat. Dhe ne flasim për këtë grup njerëzish. Nuk e di kishe për të shtuar diçka të fundit? Se u mendoj dua t'i mbahem kohës gjithmonë. Jo, po thuaj se i drejtuam. Të gjitha sonë që mbajtur shënim këtu në fletore. Të gjitha gjëra. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe atyre personave që këto pyetje i kanë, por nuk kanë një forum ku t'i thonë, ndaj ne jemi këtu. Falenderoj shumë. Do doja të bëja një përmbledhje miq dhe të thoshja, mund të largohesh, mund të rish zemrën si ta kesh. Në qoftë se ke dorë të thuaj hello, edhe bashkëshortit, thuaj që përshëndes për që të ndjek. Shumë faleminderit. Janë gjëra që unë do doja të ndaja, në fakt për përmbledhur çfarë ne tham. Financat në çdo gjë që ne diskutojmë janë ose është një tregus i cili na jep, na nxit, na motivon që ne të hyjmë prap një deti me këmbë dhe dalim atan, ose është një gjë e cila na vret ëndrrën që pa nisur. Dhe prandaj unë besoj që është ndetyrë në gjithë secilit që të kemi mundësi, që t'i japim mundësi vetes, të mësojmë gjithmonë më shumë, të kemi mundësi që duke mësuar të shtojmë cilësinë në jetën tonë dhe ndërkohë të shtojmë në këtë tregun tonë të punës, të shtojmë ato aftësi tona për cilat ndofta kemi investuar shumë gjatë dhe ndofta është momenti për të marrë mrapsh. Një gjë që unë besoj që është prapë e rëndësishme dhe doja ta mbyllja është në të vetë mësuarin, në pjesën që ne marrim seriozisht veten tonë, unë besoj që gjëja kryesore që duhet mbajmë në mendje është ne jemi aset. Ne jemi aset për cilin duhet kujdesemi. Dhe ndaj është shumë e rëndësishme që të kuptojmë kjo pasiguri që vjen shpeshherë, vjen sepse ne nuk e marrim seriozisht veten tonë. Dhe ashtu siç mund të kemi një pasiguri për shëndetin tonë, kur ne nuk kemi bërë çekimet e duhura, nuk kemi bërë trajnimin e dur, nuk bëjmë të themi ecje, fjetje, ushqim, frymarrje siç duhet. E njëjta gjë është dhe për pjesën e biznesit. Unë besoj që në këtë kokën tonë që ne marrim vendime dhe që kjo koka jonë është aseti kryesor, janë dy venat kryesore që mund mos jenë venat, unë një mjek do më thotë se janë venat, po nuk po i lot kokën për këtë. Janë dy, njëra është njerëzit me cilën punojmë dhe tjetra është financat tona. Duke uruar, duke shpresuar që të kemi ndihmuar të paktën 1, 2, 3 veta, unë besoj është ora 10 pikë dhe ne mbyllim këtu. Ju falenderoj shumë. Nëse kemi marrë pyetje, do ju përgjigjemi dhe veçantë mbas, okay? Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Pafshim. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook, me Elida Motro,
ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjë kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi ZC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.